Tani ne jemi avokat dhe nuk mund të themi se është protesta ajo e lishme, pa lishme, e mundshme apo pa mundshme. Ne jemi avokat dhe konstatojmë fakte dhe veprimet pa lishme. Në momentin që i konstatojmë të veprimet dhe pa lishme, ne vazhdojmë punën tonë për cilën pra jemi vënë në dispozicion të atyre banorëve me shpirt, jo me ekonomi. Pra pri këtë çështje as nuk ja kemi marrë një gjysmë leku për çështjen të cilën ne po demonstrojmë forcërisht. Kemi njoftuar gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Kemi kontakte pathuajse i herën 3 ditë me Këshillin e Evropës. Kemi kërku një eksperta të gjitha fushave për të qenë pranishëm, sepse e kemi konsideruar që kjo pronë ose ky aktivitet po ushtrohet nga politika shqiptare. Për çfarë them këtë? Sepse nuk ka as edhe një vend në botë që policia e shtetit vehet në dispozicion të një aktiviteti privat për mos lënë pronarët e tokave me hynat prodh. Pra, do thotë që e din shumë mirë që tokat janë të Baksriolit, por ne do ta bëjmë atë se kemi forcën e pushtetit. Dhe kështu kemi konsideruar edhe me Strasburgun, edhe me Këshillin e Evropës, edhe gjitha institucionet të tjera, të cilat tashmë janë në dieni të këtij fakti. Ata normalisht po monitorojnë dhe janë në dispozicion në momentin e duhur, në kohën e duhur.